me një zero kontribut për Albin Kurtin, derisa Vjosa Osmani ka dhënë kontribut, edhe vetë edhe njerëz të tina për Albin Kurtin, edhe nuk kemi pishman që e kemi dhënë. Okay. Edhe pe bojmë dikan nga shoqëria civile. Pse? Vetëm një fjalë të fundit edhe qëllimi u kon. Eliminimi politik i Vjosa Osmani. Pik. Kjo është qëllimi i krejt kësaj, eliminimi, apo me thonë vrasja politike e Vjosa Osmanit. Së përpara edhe kanë vrarë në politik. Po tash po thamë vrasja politike e Vjosa Osmanit. Kush e bëri këto? Këtë e bani, do më thonë, unë nuk e besoj që e bëri vetëvendosja. Vrasin politike, përpjekim për ta vrarë politikisht, se me thonë është vrarë është pak... Tentimi, jo vrasja, se vrasja politike nuk mundet me bërë kërkush, se e banë qytetari me 7 qershor. Tentimi për vrasjen politike të Vjosa Osmanit nuk e ka bërë vetëvendosja. Kush? E ka bërë Albin Kurti. Kurti? Vetëvendosja nuk ka qenë kundër Vjosa Osmanit. Jam shumë i bindus, unë kam qenë aty brenda. Albin Kurti apo Donika Gërvalla? Bashkë me Donikën. Kush më shumë? Pajtohen plotësisht që, do më thonë, tandemi Kurti Gërvalla e kanë tentu me bë vrasjen politike të Vjosa Osmanit, që tek e funit, mirë që e sharun, unë mendoj që, unë ka mendu që ka qenë presidente e mirë, qytetarët po mendojnë që ka qenë presidente e mirë, këta po mendojnë që s'ka qenë presidente e mirë, tash do dalëm zgjedhje, me këtë pyetje. A ka qenë Vjosa Osmani presidente e denjë, nëse ka qenë, ja ku është tash kandidate, nëse nuk ka qenë, ne ti marrin edhe 60, edhe 70%, na kena mja uru fitoren, po kur tradhtar s'kena me që Albin Kurtin.